Me leximin e dekretit të arqipeshkvit të Arkidioqezës Shkodër-Pultim Zot Gjovanni Peragjin nga rektori i Bazilikës së Nënës së Këshillit të Mirë Domar Duriaku, nisi kremtimi meshës përmbyllëse të vitit jubilar Shtektarët e Shpresës. Sot jemi të mbledhur në këtë bazilikë të Zojës së Këshillit të Mirë që ka qenë kisha jubilar e dioqezës sonë, për një kremtim që mund të themi ka një shiehiri dhe një koesisht edhe misionar. Kremtojmë sot festa e familjes së shenjtë, dhe kjo është një dhuratë, hirin e Zotit, por një koesisht edhe kremtojmë mbyllja e viti jubilar të shpresës. Këtë vit ka qenë një vit gjatë të cilit duke kaluar përmes kësaj shtëpie të Zotit, të Marisë, kemi kërkuar dritë, forcë dhe besim. Gjatë homelisim, Zot Peragjin u ndal në veçanti tek familja si themeli i shoqërisë, duke theksuar kujdesin ndaj prindërve dhe të varfërve, pasi emigrimi ka shkaktuar një plagë të rëndë shoqërore. Në realitetin tonë, në vendin tonë, është një plagë e thellë për shoqërinë tonë. Një formë e re varfërie, jo thjesht mungesë parash, por para së gjithash mungesë dashurie. Mund të themi pa frikë, vëllezër e motra, jetojmë një kohë kur na mungon dashuria. Jemi të varfër prej dashurisë. Prandaj, pikrisht këtu, në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë, Ungjilli na beson një mision, na beson një detyrë. Shpresa kalon përmes familjeve tona, të ndërrojmë prindrin, të kujdesemi për të moshuarit, të shoqërojmë më të dobtit, të zgjedhim faljen përkundër urrëties, që qëndrojmë të bashkuar edhe mes vështirësive. Mbyllet një vit jubilar, por për besimtarët katolik të Shkodrës dhe Moxhër nis një tjetër vit jubilar. Ndërsa mbyllim këtë rrugëtim, tashmë përgatitemi për një vit tjetër. Vitin e ri jubilar që do të kremtojmë këtu në Shkodër, me rastin e 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë, si pajtoria e Shqipërisë dhe populli shqiptar. Kemi një hir tjetër, një dhuratë tjetër që ne do të kremtojmë. Që në vitin 1475 Kisha Katolike ka nisur shpalljen e vitit jubilar çdo 25 vjet, i cili simbolizon ripërtëritje, pendezë dhe mëshirë. Ky interval është saktuar në mënyrë që çdo brez të ketë mundësinë të përjetojë të paktën një vit jubilar.